Vllaznia 3 dhe Elbasani 0. Kjo është rezultati i ndeshjes së voleybollit për meshkuj, turi raundi 3 i Kupës së Shqipërisë. Me trajnerin e Vllaznisë Artan Kalaja, profesor, një fitore sot e lehtë, me shifra, por pati edhe zigzake. Pati zigzake, po nofta edhe rivaliteti nuk ishte i duhur. Ne me Tiranën javën tjetër kemi humbur, po kena luajtur shumë më mirë. Por gjithsesi ne deri tash e kena kryer detyrën, shohim ndeshje tjera. Javën tjetër e kena në Shijak. Fitoria në Shijak na nxjerr direkt në katëshën e kupës, në katëshën më të mirë të kupës. Shpresojmë që të bëjmë një javë mirë stërvitje, që të ballafaqohena ditën e premte me datë 21, të jemi me rezultat pozitiv. Profesor, pam sot një informacion të gëzhgjetuar me elementin e ri, por ajo është falsifikati me tepër, besimi që i dhatë Saad Durrës, numri 5, i cili bëri mirë. Patjetër që bani mirë, neshjet e rrisin edhe më tepër. Shpresojmë ai të bëjë stërvitje mirë, shpresojmë që të ecin me këto ritme. I ri është, të dhëna shumë të mira ka, ne kena besim që ai ka më rrit ditës. Loja nuk çaloj me futjen e tij. Thatë që objektivi juaj, ndoshta javën e ardhshme mund të realizohet me një fitore në transfert me Erzenin e Shijakut? Po, patjetër. Nëse ne fitojmë, atëherë edhe një pikë të marrim, por ne kemi mujtur Shijakun 2 herë, edhe në kampionat edhe në kupë, po të dyja ndeshjet janë bën Shkodër. Shohim se sa do të nikojnë fusha jashtë për arritjen e rezultatit. Objektivin katësh është ndoshta minimali, por Vllaznia mund të synojë më tepër. Po, për momentin kjo është, pastaj në katësh kena edhe pretendime të tjera. Por ne do t'i marrim neshjet një nga një edhe të shpresojmë të ecim sa më mirë. Ka ndonjë lëvizje tjetër në merkato që keni qenë në pritshmëri për ardhmën e ndonjë elementi tuaj? Tu diskutu jemi, tu pa lojtar, shpresojmë të marrim edhe të tjerë. Por gjithsesi, unë kam thënë, ne nëse s'do të kemi bazën shqiptare, ne nuk ecë skuadra. Baza shqiptare është e mirë, kështu që të marrim përforcime tjera, do të jetë edhe më mirë. Profesor, urim edhe një herë për fitoren dhe suksesën vazhdimsi. Unë jam i detyruar që çdo herë që të bëj intervistat të falenderoj Veriun Sport, sepse është i vetmi rrjet social i cili na rrin afër dhe reklamon në voleybollin në Shqipëri dhe në veçanti voleybollin e Shkodrës. Faleminderit ju, Gac. Suksese, profesor.